Agjerimi i siguron edhe diçka më tepër se sa ndërmjetësim ditën e gjykimit. Ajo është që agjerusit erën ja çon tek Allahu edhe ja çon erën më të mirë se sa miskut. E dini domon agjerusi, lukthi i tij që është zbrast, ton ditën pa hungër dhe pa pi, normal që liron erën ajo të mirë, ajo të këndshme, e dihet. Mirë, po që kjo erë tek Allahu i lartësuar është më e mirë se sa era e miskut. Era e misku është parfumi më i shtrejt, dihet. Do më thonë të Arabt, po nuk e di manena, vetëm se të Arabt është më i shtrejti edhe më i përdorur edhe më i kërkuari misku. E Allah i lartësuar po ja bëj ka erën e gojës agjerusit më të mirë se sa miskut. Do më thonë çfarë privilegji. Mo njerëzit ndoshta janë rujt prej tina, apo vjen era e gojës. Ndërsa Allahu të ka dhënë se kjo erë është erë e miskut. Thënë dietarët, Allahu ndoshta erën e agjerusit, gojës agjerusit e shndron në mes, sepse era e gojës tij përderisa nuk është e këndshme te njeri, s'është e këndshme as te Allahu, po Allahu ja ndron erën. Disa të tjerë thënë është për qëllim se Allahu ibadeteve dhe punëve të mira ju kalon erë të mirë. Si cili ibadet, namazi e ka erën e vet. Haxhi e ka erën e vet. Sadaka erën e vet. E agjerimi e ka erën më të mirë se sa misku. Edhe kur të vjen ditën e gjykimit, kur të vjen këtij personi era mes, agjerimi ju pas ka pranuar. Allahu ja pas ka pranuar agjerimin, sepse ja ka bërë këtë erën e gojës që ka pasur në dunjë më të mirë se sa erën e miskut.